طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, jemi te libri bazat e dispozitave Umdatul Ahkam të Mahdesiut. Kemi arritur tek prezantimi I grave në xhami. Në dersën e kaluar kemi folur për namazin me xhamat, edhe namazin kaza. Sonte, siç tham, do të flasim për prezantimin e grave në xhami. A lejohet gratë me shku në xhami? A lejohet gratë me fal namazin përgjithësi të vakteve, të 5 vakteve në xhami me xhamat? Te na nuk është shumë e përhapur, përpos disa xhamive që në Prizren janë të hapur, apo në përgjithësi nuk falin namaz me xhamat. Abdullah ibn Omer radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sa ka thënë: nëse ndo kujt nga ju I kërkon leje gruaja për të vajtur në xhami, thot le të mos e ndaloj atë. Tha Bilal ibn Abdillah ishte djali I Abdullah ibn Omerit. Thot pashallahun do t'i ndalojmë ato. Tha, u drejtua për nga I dhe e shoh aq rënd Abdullah ibn Omerit djalën e vet. Sa se kam dëgjuar kur të shante kësaj. Tha Abdullah, të kam thënë, ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe më thua pashallahun do t'i ndalojmë. Transmetim Muslimi tha, mos I ndaloni robreshat e Allahut të shkojnë në faltoret e Allahut subhanahu wa taala. Kuptimi I përgjithshëm I hadithit. Ibn Omeri është djali I Hazreti Omerit radiallahu anhu, prej njerëzve sahabi sunni që ka qenë shumë I ashpër ndaj bidatit dhe strikt në pasimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky po e transmeton hadithin. Djali vet Bilali thot pasha Allahun kom I ndalu. Abdullah ibn Omeri po e transmeton hadithin. Djali vet pi thot vallahi nuk kam I lon gratë me shku në xhami. Në pamjen e parë çka I bjen kjo? I bjen kundërshtim me fjalën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Thon ty po të them çaq ashpër u sjell Abdullah ibn Omeri me djalin e vet, me nipin e Omerit që I bija, apo aq ashpër u sjell, sa që thuhet në disa transmetime nuk I ka fol. Thot unë po të them, ka thënë Muhamedi alayhis salam, ti më bën thush anik, ne. Shtrohet pyetja, pse e tha ky vllazni? Sepse në kohën e tij u përhapën disa gjëra që nuk ka qenë në kohën e pejgamberit alayhis salam. Duke u friksu harameve, fitneve të grave, atëherë Bilali tha kom I ndalune. Shkaku që mos përhapet fitnja, apo më pa femnat, dhe më thonë, duke shku në xhami e ko e di unë fitnja. Mirë po kjo nuk e ndalon që me shku një grua e devotshme në xhami. Babai nga fjalët e dëbirit dhe me këtë përgjigje që I dha, babai, dhe më thonë, Abdullah ibn Omeri, ju duk sikur po kundërshtonte dispozitat fetare, për atë arsye ke I ashpër ndaj djalit vet. Pastaj thot, çka përfitojmë nga hadithi? Është e pëlqyeshme apo mustahab që gruaja me shku në xhami, edhe me fal namazin me xhamat. Është e pëlqyeshme. Nuk është e obligueshme. Për mashkullin është obligim, është wajib. Apo dhe thot, nëse që gruaja të marr leje nga burri, nëse do të shkoj për të falur në xhami. Domethënë, është e pëlqyeshme me marr gruaja leje prej burrit. Sepse nuk lejohet sipas sheriatit gruaja me dal jashtë shtëpisë pa lejen e burrit vet. Burri ka shtesë dituri rreth gjërave që po ndodhen në mesin e njerëzve, apo dhe e din shumë miraj pse nuk të lën apo pse të lën. Dhe ka numër. Normalisht. E mira smirës është që gruaja me fal në shtëpi tek dhoma e saj, tek qoshja e dhomës së saj. Kjo është më e mira. Mirë po nëse kërkon, nuk ka asnjë problem me lonë dhe me shku në xhami. Lejohet që t'i japim gruas leje të shkojë në xhami, por nëse nuk zbukurohet edhe nëse jemi të sigurt nga fitnet.
mos më zbukuru ku çka në xhami. Më thë mos më ly, mos më ngjy, mos më parfimos. Nëse hadithi kuptojmë lejimin veç për namaz, ndërsa dëgjimin e ligjëratave fetare, hutbeve të bajrameve është i domosdoshëm. Këtë e mbështet, nëse tash, po thot. Lejohet që me ngu ligjërat gruaja, lejohet që me shku për namaz të bajramit, me ngu ligjëratën e bajramit. Atër është ma afdal me lon, me shku me fal namazin me xhamat në xhami, apo nëse krahasohet bajrami me këto. Ndërsa për bajramin kemi argumente shtesë. Thot hadithi Ummu Atjes, jemi urdhëruar të dalim, thot, me gratë dhe me vajzat, ne gratë dhe vajzat, që se kanë mbushur moshën e pubertetit për 2 bajramit. Dhe më thonë, gratë po edhe vajzat që sjellin pubertet, që sjellin me menstruacione, janë 10 vjeçe, 9 vjeçe. Me një aspekt fëmijë, apo i ka urdhnu, do më thonë, imi urdhnu që të dalim. Qortimi i rënd për atë që kundërshton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse të kundërshton ty, nuk është asnjë problem. Nuk është as problem i madh në krahasim me kundërshtimin që i bëhet fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo herë menoje kur ta thot një vëlla, një fjalë të pejgamberit alaihi wasallam, menoje mu kon çat moment Muhamedi alaihi wasallam me turnu diçka ti më thon hazbra. Veç menoje këto. Kjo është kufër. Është dalë i fesë. Pastaj thot, kush do të këshilloj për një çështje fetare, le të tregohet me edukat dhe i respektueshëm me të tjerët. Është normale që ka pas raste kur Muhamedi alayhis salam i ka pas sahabët që janë sjell pak si ashpër, apo ka thënë mos i ndihmo shejtanit kundër vllaut tënd. Nëse i thua Allahut mallkoft, pse pe bën këto, pse pe bën ato? E kap shejtani ato shumë më shumë edhe i ndihmon kundër fesë Allahut subhanahu wa taala. Ti ndihmon që me bë kufër ai ndoshta. Kur ta sheh që është nervoz, leje. Kur ta shihni që jeni nervoz, mos flisni, ka thënë Muhamedi alayhis salam. Rrini, mos falni. Se bëni kërdi. Një fjalë thu subhanallah, me vite të tëra jemi një vëllai të caktuar, një fjalë ja thu edhe s'ta harron ajo fjalë. Bile te na që thënë e harron me rredikon se sa një fjalë. Fjala s'harrohet. Më thonë duhet me pas kujdes. Tash i kemi çështjen e suneteve. Namazet kanë sunete vllazni. Dhe thot që janë të mbështetura nga hadithet që na nxisin në zbatimin e tyre. Çka bëjnë ato dobi të shumta? Shtimin e shpërblimit. Ruajtjen e farzave, ta ruan farzin, ta ruan sunetin. Pastaj thot ngritjen e gradave në xhennet, fshirjen e gjunaheve, të fshihen gjunahet. Pastaj thot plotësimin e mangësive të farzave. Dhe thot për këtë duhet i kushtojmë rëndësi kur jemi rezident kur si je udhëtar, apo ndërsa në udhëtim nuk ka ndonjë transmetim që Muhamedi alayhi salam i ka fal namazet sunnete përveç cilit namaz? Sunetit sabahut. Që ka thonë Muhamedi alayhi salam, kush e fal namazin sunet sabahut e ka shpërblimin si krejt dunjoja dhe krejt pasunia që është në ta. Aq shpërblimi i madh për 2 rekate. Tani e kemi hadithin e 59. Abdullah ibn Umeri prap transmeton hadithin, radiallahu anhu, thot, fala me pejgamberin alayhi salam 2 rekate para farzit drekës. 2 rekate para farzit drekës. 2 pas drekës. 2 pas gjumos. Fala pas gjumos 2 rekate, pas farzit të akşamit 2 edhe pas farzit të yatsis 2. Që i bie, sa rekate i bie namaz sunet me i fal gjatë ditës, i bie 10 rekate. 10 rekate, po flas jashta gjumos, apo ndërsa për gjumo i bie 8. A i bie 8, sepse 2 rekate pas farzit të gjumos. Në transmetim tjetër thuhet, sunetet e akşamit, yatsis, sabah dhe gjumos, pejgamberi alayhi salam i falte në shtëpi. A peshin e thot shtëpin sa afër është me xhamin? Thot më i dashur për mua është me fal namazin sunet në shtëpi. Po tani është pak problem. Sunetet që falen pas farzit munden mi fal në shtëpi, ndërsa para farzave është problem vetëse nëse e ki ngjit me xhamin, nëse e ki shtëpin, atëherë mundesh me e fal.
Transmetimin e Buhariut, thot Ibn Omeri, më ka treguar Hafsa se pejgamberi alayhis salatu wassalam thot falte 2 rekate të shkurtra pasi linte agimi. Thot në atë orë nuk futeshe tek profeti alayhis salatu wassalam. Tani kuptimi i përgjithshëm i haditheve. Në këtë hadith na sqarojnë sunetet e 5 namazeve. Kështu namazi i drekës i ka 4 sunete. 2 para farzit dhe 2 pas farzit. Po e bëj një shtesë. Janë 3 transmetime në sunetet e drekës. Është 4 dhe 2 pas farzit. 6. Që falim në këtu. Transmetimi tjetër është që ky. 2 dhe 2 pas farzit. Transmetimi tjetër është 4 dhe 4 pas farzit. Që të trijat, ne që nëse i bëjmë, të trijat i kemi ras sunetit në çdo aspekt. Nëse nuk na mundsohet me fal, për shembull, kemi hinë xhami dhe ikameti është thirr i drekës, atëherë spaku fali 4 rekate mas farzit të drekës. Namazi i xumos ka 2 sunete që falen pasi kemi përfunduar namazin e xumos, akşami ka 2 sunete, yatsia ka 2 sunete pas farzit. Këto janë sunete të forta, vllazni. Ka sunete që nuk janë të forta. Mes çdo ezanit dhe ikametit ka namaz. Apo mas abdestit ka namaz. Para çdo farzi ka namaz, ka thënë Muhamedi alayhis salam. Që i bie edhe para namazit akşamit ka sunet. Sunet jo i fort. Përshëndet xhami, po edhe tjetër. Edhe që është mes ezanit dhe ikametit. Për shembull, shkon ti para ezanit të akşamit, i fal 2 rekate përshëndetje xhamis, thirrët ezani, pas ezanit i falish edhe 2 rekate mes ezanit dhe ikametit, edhe ajo ku është që pranohen duhet, edhe kur thirr ikameti pas të e fal farzin. Ndërsa tek ne është e përhapur që ikameti bëhet në kohën e akşamit, sa më shpejt me fal namazin e akşamit. Jo s'ka bas kjo, edhe ezani thirret më shpejt. Ezani thirret, pritet pak, bile një 5 minuta me prit, fal 2 rekate njeriu, edhe e fal pastaj farzin. Ditën e xumës, po, ditën e xumës. Nuk kallëzohet cilën në akşam të na, e atje qysh është në Amerikë. Se dim, nuk e dim. Ditën e xumës po. Po, do më thonë në xumës po. Pastaj thot sunetet e 2 namazeve darkës, akşamit dhe yatsis. Tek yatsia për shembull ato 4 rekate që falen tek ne përpara. S'ka bazë. Ai nuk ka bazë. 2 rekate i fal. Me sezoni dhe ikametit i fal 2 rekate, kur ti 2 rekate i ke fal 4 rekate po sipas sunetit i ke fal. Jo me që nuk ka argument. Pastaj thot Ibn Omeri ishte gjithmonë në kontakt me shtëpinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pse? Ibn Omeri, motra Ibn Omerit ishte gruaja e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Sepse çika e Omerit radhiyallahu anhu ishte gruaja e pejgamberit alayhis salatu wassalam. E Abdullah ibn Omeri ishte vllai i gruas pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe pyeste për çdo gjë që i interesonte dhe i tregonte Hafsa ibn Omerit vllau dhe vet. Kësaj ky sahabi hynte në kohë adhurimit tek i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Vetëm me mësu diçka për pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe thot, por nga ana tjetër edukata fetare nuk e lejonte të futej vend e pa vend, kohë pa kohë, apo. Thot për të vënë në zbatim fjalën e Allahut subhanahu wa taala ku thot Allahu azza wa jall, o ju që keni besuar, ata të cilët i keni nën pronësinë tuaj dhe ata që nuk kanë arritur moshën e pjekurisë, duhet të kërkojnë leje prej jush për të hyrë në 3 kohë. Para namazit sabat, në kohën e drekës kur hiqni rrobat tuaja dhe pas namazit të yatsis. Duhet me marrë leje. Nuk lejohet fëmia apo dikush tjetër me hinë këto 3 kohë pa leje, pa iraderës. Ata janë këto 3 kohë surën Nur ajetit 58. Para faljes së sabat Ibn Omeri nuk futej të shihte se si fale pejgamberi alayhis salam, nga lakmia që kishte për dije e pyeste kën motrën e vet. Motra vet ishte gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai informoi se pejgamberi alayhis salam i falte 2 rekate në kohën e agimit kur agonte, apo në kohën e agimit i falte 2 rekate, ato 2 rekate sunnet dhe i falte shkurt. Dhe po themi shkurt se me sure të shkurtra. Kul ya ayyuhal kafirun edhe Ikhlasi kul huwallahu ahad.
Këto ishin sunetet e sabat. Çfarë përfitojmë nga hadithi? Pëlqyeshmëria e faljes së suneteve, të përmendura më lart, si dhe vijueshmëria në mënyrë të rregullt. Me fal çdo ditë, se pejgamberi sa ka thënë, kush i fal 12 rekate sunet në ditë, Allahu subhanahu wa taala ja ndërton një shtëpi në xhennet. Çdo ditë ku i fal 12 rekate sunet në vijueshmëri. Tash në ditë nëse nuk të mundsohet, shkruhet se vapi sikur me i fal, sepse je prej atyre që i fal tërkohën, apo. Vazhdimisht, ikindia thot nuk ka synete. Po themi nuk ka synete, nuk ka synete të forta. Sepse a ka synete kështu jo të forta? Ka. Allah e mëshiroft atë person i cili i fal 4 rekate para namazit të ikindis. Po si falen ato 4 synete? Edhe pse në mesin e ulemave ka ihtilaf, mosmarrveshje, ky hadith është i sakt, a është i dopt. Disa kanë thonë është i dopt, përfundimisht domethënë kanë thonë që është i mirë. Domethënë që është hadith hasan dhe mirët për bazë, andaj na herë është mirë mi fal 4 rekate para farzit të ikindis. Dhe këto 4 rekate ka në hadith pejgamberit alayhis salam, falen me një ulje, jo dytën më ul. Kur të vishte e dyta nuk ulesh çoshte e treta për njëherë. Domethënë, një ulje, jo 2 ulje. Zakonisht synetet falen me një ulje. Ka 2 rekate. Nëse i fal 4, prap me një ulje e ki. Që mu dallu nga farzi. Falja shkurtër e syneteve të sabaut, thot synetet akşamit yatsi sabaut xhumos është mirë mi fal në shtëpi. Në disa hadithe transmetohet se namazi i drekës ka 6 synete, çyshe tham, apo tek Tirmidhiu transmetohet nga Ummu Habibe, 4 falen para farzit dhe 2 pas saj. Disa prej këtyre syneteve falen para farzit në mënyrë që falsi i namazit të para përgatitet shpirtnikisht para se do të del para Allahut subhanahu wa taala në mënyrë të plotësohen mangësitë e namazit farz. Për fund e kemi hadithin e 60. Aisha radhiyallahu anha thot se pejgamberi alayhi salam nuk ka falur namaze vullnetare aq rregullisht pa ndërprer sa 2 rekatet e sabat. 2 rekatet e sabat janë më të mirë se dynjaja dhe çka ka në të. Domethënë i ka dhënë rëndësi shumë namazit sunnet të sabat. Kuptimi i përgjithshëm i hadithit, ndërmjet këtij hadithi sqarohet rëndësia e 2 rekateve të sabat. Aisha na përmend se pejgamberi alayhis salam vazhdimisht i ka fal sunetin e sabat. Saqë dhe në udhtim e ka fal sunetin e sabat. Dhe sunetet tjera i kalon, nuk i ka fal. Ndaj ka dhënë rëndësi sunetit. Po ashtu edhe vitrin që e ka fal në udhtim. Ajo thot se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk ka falur namaz vullnetare në mënyrë aq të rregullt sa i ka fal këto 2 rekate dhe ka thonë ato janë më të mira se dynjaja dhe çka ka në të. Dhe për fund, çka përfitohet nga hadithi? Pëlqyeshmëria e faljes në mënyrë të vazhdueshme të suneteve, merita atyre e madha sa konsiderohen më të mira se dynjaja dhe çka ka në të. Vijshmëria e faljes së tyre nga profeti më shumë se namazet tjera vullnetare, neglizhenca e faljes së këtyre 2 rekateve megjithse shkurtësinë dhe shpërblimin e madh nxjerr në pa dobësin e besimit të imanit të njeriut, të lëndësit të tyre dhe privimin e tij nga një hajër i madh deri në takimin e radhës me ezanin edhe ikametin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.